urime. Edi Rama e rrit pensione me 200.000 lek në qershor. Kryeministri Edi Rama ka marrë një vendim historik për rritjen e pensioneve me 200.000 lek të reja për muajin qershor, një masë që pritet të ndikojë drejt për drejt në jetën e qindra mijëra pensionistëve në të gjithë vendin. Kjo iniciativë e rëndësishme përfshin një shtesë prej 200.000 lekësh për çdo pensionist dhe do të financohet në një buxhet i posaçëm, i cili ka vlerën e qindra milion eurove. Fondet e alokuara për këtë qëllim konsiderohen si një shenjë konkrete e angazhimit të qeverisë për përmirësimin e standardeve të jetesës së shtresave më të ndjeshme të popullsisë. Në total, masa pritet të përfshijë vasëm të shemsa mijë pensionistë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ky numër i lartë qytetarësh do të përfitojë drejt për drejt në buxhetin familjar, duke i ndihmuar ata të përballojnë më lehtësisht nevojat e përditshme. Sipas njoftimit zyrtar, shpërndarja e fondeve do të nisë më 30 qershor dhe do të realizohet nëpërmjet të rrjetit të postës shqiptare. Pensionistët do të mund të paraqiten pranë zyrave më të afërta postare për të tërhequr shtesën e premtuar. Ky vendim konsiderohet një hap domethënës drejt përmirësimit të kushteve sociale për këtë kategori, duke ofruar jo vetëm ndihmë financiare, por edhe një formë vlerësimi për kontributin që këta qytetar kanë dhënë ndër vite në ndërtimin dhe zhvillimin e vendit. Qeveria shqiptare përmes këtij vendimi jep një mesazh të qartë për përkushtimin e saj ndaj kategorive më të prekshme të shoqërisë dhe ndaj krijimit të një sistemi pensional më të drejtë dhe më mbështetës. Po ju çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni të bëni like dhe subscribe.